Të dashur privilegista, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar. Një falenderimi i posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala 4G dhe Golden Eagle. Ndërkaq tani vjen për ju rubrika e përjashme e vërtetë pa vërtet. Siç ka të vërtet për artistët tanë, kuptojeni tani. Kënga Love Me e kënduar nga Elvana Gjata tani këndohet edhe në serbisht? Kjo është plotësisht e vërtetë. Valdrin Saiti me koleksion për 28 nëntor. Kjo është e vërtetë. Dizenjatori Valdrin Saiti edhe kësaj radhe befason me projektet e tij. Stili që përdor ai gjithmonë rezulton me sukses. Shija e tij me finesë tani është shfaqur në një koleksion me motive kombëtare që do të lansohet për 28 nëntor. Veshjet që ai ka dizajnuar përmbajnë kryesisht ngjyra të mbyllta. Fustanet e tij janë ndërlidhur me punime dore prej floririt të thurura tipik në stilin shqiptar, ndërsa veshja në tërësi hyn në kategorinë e modernës, por që të dyja këto stile së bashku kanë krijuar diçka të bukur. Rozana Aradi së muret të rënd nga zorët. Kjo është mëse e vërtet. Këngëtarja Rozana Aradi kohëve të fundit po përballet me fatkeqësi. Ajo qëndroi gjatë në Itali duke u kujdesur për gjyshën e saj e cila dhe e rriti, që është së murënd dhe ka nevojë për kujdesje intenzive. Ajo kishte detyruar të kthehet në Tiranë shkaku i disa punëve. Pasi që arriti në kryeshtetin shqiptar vetë Rozit, ju përkeçua gjendje shëndetësore. Diagnoza mjekësore për të ishte infeksion në zor. E për këtë këngëtarja mori rrugë për tek mjekët e Greqisë që të kuroj veten e t'i kthehte obligimeve si autore tekstesh e këngëtare. Shërim të shpejtë.